Vajzë apo djalë, gëzimja konfirmon gjininë e bebit të tretë. Pas lajmit të bukur të ndarë me 12 prill, se është në pritje të ëmbël për herë të tretë, gëzimja, reja e këngëtares së njohur Remzie Osmani, ka konfirmuar sot gjininë e bebit me një fotosesion të realizuar. E veshur me të bardha dhe gjinse, për krah vajzës dhe djalit të saj të parë, gëzimja ka zbuluar se pret një djalë tjetër. Me ngjyrën blu të përdorur si simbol, e vendosur mbi bluzën e saj të bardhë, nuk ka dyshim që në familje do të vijë një princ i vogël. Në setin fotografik, mungon bashkëshorti i saj Hami Osmani, djali i këngëtares Remzie Osmani, i cili siç duket nuk është shumë i dhënë pas fotografive publike. Megjithatë, energjia dhe dashuria familjare reflektohet plotësisht përmes pomjeve të nënës me 2 fëmijët e saj, vajzën me kaçurrela të ëmbla dhe djalin që tashmë po përgatitet për të qenë vëlla i madh. Urime për bebin në rrugë sipër, një tjetër djalë për ta bërë shtëpinë edhe me plot hare. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.